Urdhro. Mirë mbrëma. Unë kisha një pyetje, doktor. Urdhro. Doja të dija çfarë epiteti mund të marrin dy djem kur bëjnë paksa ose lodra më tepër se sa marrëdhënie jo marrëdhënie. Po? Për shembull në dush e sipër, etj, ose me ndonjë artificial, si mund ta quaj unë, ose duke si penis artificial me vibrator. Ato jo, se s'kan si prin, nuk e di ma po, me kështu, me gista ose. Po. Them, kur janë dy çuna e marrin në epitetin homoseksuala si. Sa vjeç janë këta çuna? Po janë 24. 24 vjeç. Po. Them, çfarë epiteti mund t'i vëni ju si doktor tani, me kaq sa thash unë? Me kaq sa the ti nuk the në mënyrë të mjaftueshme. Me vajza vjen këta? Po, edhe me vajza kanë shkuar. Shkojnë dhe me vajza? Po. Duhet ta thoja se edhe këtë që shkojnë dhe me vajza, kanë qejf dhe me djem. Po. Këta janë biseksual. Në qoftë se do të ishin adoleshentë, do ishin 16, 17, 18 vjeçar, unë do thosha që ishin normal, se adoleshentët e kësaj moshe provojnë, bëjnë eksperimente, bëjnë të tëra llojet e eksperimente, bëjnë edhe eksperimentet e gejve. Por këta janë të rritur, janë 24, janë 25 vjeçar dhe kanë qef që të bëjnë marrëdhënie me njëri tjetrin, dy djem me njëri tjetrin, por në të njëjtën kohë kanë qef të bëjnë marrëdhënie edhe me vajza. Në këtë rast, këta nuk janë homoseksual, por quhen biseksual, që kanë marrëdhënie seksuale edhe me vajza, edhe me djem. Tashti, është mirë kjo apo s'është mirë kjo? Këtu mendjet ndahen, po të më pyesni mua, unë nuk jam dakord as për homoseksualit, as për biseksualit, unë jam dakord që njerëzit janë të drejtë, kishtë opinioni im, por unë nuk ndëshkoj ata që janë homoseksual, ata janë homoseksual sepse ashtu janë, dhe në qoftë se ata duan që të mos jenë homoseksual, ata mund të mjekohen, dhe homoseksualit sot edhe mjekohen. Por, në botë kudo sot është bërë si mod që njerëzit të duartrokasin homoseksualizmin. Unë nuk jam për të duartrokitur. Do të bësh marrëdhënie homoseksuale, është puna jote, po ama që të nxjerrish në për televizor të tëra ata pislliqet e gropës se i divut, që tash janë për burgje, mua nuk më duket se është për të duartrokitur kjo, nuk është për të duartrokitur kjo gjendje. Prandaj, thash, kishtë opinioni im, unë nuk ndëshkoj asnjërin për preferencën seksuale që ka. Ai ka preferencën të jetë homoseksual, ajo tjetra ka preferencën të jetë lesbiane, biles një pjesë e lesbianeve sot në botë janë si protest kundër burrave, që nuk ju duam as për seks juve, burrave edhe seksin do ta bëjmë vetë dy gra bashkë me njëra tjetrën. Kështu që këtu opinionet ndryshojnë, opinionet edhe të autorëve dhe të shkencëtarëve ndryshojnë. Edhe opinioni im është i tillë. Unë nuk duartrokas ata që nuk janë të drejtë.